person i një tjetër dosje kombëtare, siç është dosja 338 e vitit 2017 në qarkun e Durrësit. Flosi ka qenë drejtues politik atëherë i qarkut të Durrësit, që implementoi, po themi, tjetërsimin e votës. Pra kemi patur 3 eksponentët kryesor. Kemi patur, po themi, eksponentin e dosjes 184 në Dibër, eksponentin e dosjes 338 në qarkun e Durrësit dhe natyrisht kemi patur, po themi, atë aktorin kryesor, siç është Rama, i cili edhe për shkak gafave të pafundme që ai bëri në këtë qark, duke filluar me fjalët qirik apo zvarritjen, po themi, prej 12 vitësh të investimit të një rruge totalisht korruptive, që u rrit çmimi për 1 kilometër më shumë se sa 6 herë apo 7 herë në raport me 12 vite më parë, kur gjysma e saj pa të mbaruar në kohën e PD-s. Pra, ajo çfarë duhet të them është që në qarkun e Dibrës kemi patur aktor të cilët kanë një histori në të kaluar. Së dyti, do të them që në dallim ndoshta nga qarqet e tjera, në këtë qark u përdor si asnjëherë tjetër dhuna e administratës. Administrata duke thyer një rekord që është pothuajse 5 apo 6 apo 7 herë më shumë se sa 10 vite më parë, kur bashkia drejtohej nga demokratët apo kur pushteti qendror drejtohej nga demokratët. Dhe përpasoj, pothuajse 70% e administratës nuk është se punojnë, por vetëm gjë që bëjnë është patronazhimi. Dhe në çdo takim, në dallim madje edhe 4 vite më parë, në çdo takim ku ne shkonin, ishte eksponent të pushtetit qendror dhe vendor, duke filluar nga kryetarët e njësive vendore, apo ato që jepnin ndihmën ekonomike, apo ato që shpërndanin pensionet, dhe përpasoj ushtronin një trysni të jashtëzakonshme ndaj çdo qytetari që guxonte për të ardhur në takime. Duhet të them një tjetër gjë që ndoshta në asnjë nga çështjet e tjera nuk ndodh. Në qarkun e Dibrës, si askund tjetër, shpërndajnë ndihmën ekonomike me kurrier. Është në shkelje të ligjit, ka më shumë se sa 13 vite apo 14 vite që nuk lejohet, po themi, as ndihma ekonomike, as pensioni, as paga që të dërgohen, po themi, dorazit, madje as shpërndahen, po themi, cash, por duhet përdoren kartat bankare. Dhe në dallim, po themi, nga zbatimi i ligjit në gjithë Shqipërinë, në të qark është krijuar sistemi i patronazhistëve ose korrierëve, të cilët shkojnë dhe dërgojnë ndihmën ekonomike pavarësisht është simbolike, ajo nga 15.000 lekë vjetra deri në 7.000 lekë vjetra, apo dërgojnë, po themi, pensionin dhe përpasoj kanë një mundësi të ardhë për krimin, sepse bashkë me zafin e ndihmës ekonomike apo të pensionit, dërgojnë dhe zafin e blerjes së votave. Duhet të theksoj po prapë që në këtë qark, si në asnjë qark tjetër, ne kemi kapur disa herë mjetët të cilët shpërndanin para. Ne kemi qenë live së bashku dhe në ngjarjen e datës 9 maj, ku u kapën 2 mjete, të cilët realisht po shpërndanin para. Njërin nga mjetët ne kapëm që kishte, po themi, valutë më shumë se sa $4.500, kishte më shumë se sa 1.000 pound, kishte disa lekë të cilët nuk arritën që ti numëronin, të kishte mbi 3.500 litra karburant, dhe përpasoj kishte disa lista votuesish dhe kryesisht shënime për familje demokrate. Pra ishte një krim i pastër zgjedhor, bashkë me këtë mjet, i cili ishte një eksponent i Partisë Socialiste, por edhe një biznesmen i cili po bën bulevardin kryesor të qytetit Peshkopis, po ribën në 5 vite, por edhe bulevardin Ahmet Zogu në Burrel, i cili ka marrë të dyja tendrat në të dyja bashkitë, dhe ndërkohë ishte duke bërë shpërndarje parash në funksion të Agron Malajt. Bashkë me këtë mjet, kishim po prapë një tjetër mjet të Agron Malajt, ku Agron Malajt, kjo është edhe formula që Agron Malajt dole një nga njerëzit më të votuar në Shqipëri? Agron Malaj jo vetëm që ka përdorur paratë e korrupsionit, jo në Burrel, jo vetëm në Klos, por edhe në Burqiz dhe në Dibrë, madje jo vetëm që ka përdorur paratë, po ka përdorur edhe trenin bullgar, ky dhe Murat Dani, sepse kryesisht në zona ose njësi mendore të cilet janë pothuajse 70-80% demokrat, ka përdorur trenin bullgar, sepse fletat e votimit kanë qenë i vetmi mall pa inventar, sepse ju e keni parë dhe gjatë publikimeve të ndryshme që janë bërë kudo në Shqipëri, por edhe në diasporë, që prodhoheshin përtej limiteve, po themi,
fletët e votimit, madje që nuk ka ndonjë numër progresiv ose nuk ka një seri që ti mund ta identifikosh, sepse ato mund të prodhohen ku të duan dhe nuk ka një matrikullim që e certifikon nëse është apo jo i saktë. Dhe do të them që në këto zona të cilët kishin mundësinë, po marr rastin e qytetarëve të Dibran, që mund të votonin për 3 kandidat Partisë Socialiste që ishin në listën e hapur, po që nuk kishin votuar asnjërin nga këto 3, po kishin votuar Agron Malajn apo Murat Dalin si 2 paguesit më të mëdhenj të votës që shkonte minimalisht 100, 200, 300 apo dhe 1.000 euro për 3 vota apo dhe për 2 vota dhe po sigurisht do të mësi, ju e keni denoncuar këto edhe gjatë fushatës elektorale, edhe momenti që ke ndaluar edhe automjetet, cili ka qenë roli i Spagut i policisë, a ka qenë inkurajues apo dekurajues sa i përket manipulimit të votës? Absolutisht, drejtoria e policisë ka qenë palë me mazhorancën e sotme. Ne kemi patur edhe një rast para 4 vitesh që në Maçellar kemi kapur, po themi, 1/3 asaj shume që kapëm në një mjet që u kap tani. Po atëherë më kujtohet që prokuroria ishte angazhuar, drejtori i policisë ishte angazhuar, 2 personat vajtën dhe vujtën burgun, sepse funksionoi shteti. Në dallim nga atëherë, kësaj here ne u detyruam, duke qenë dhe policia që nuk lejonte, po themi që zbatohej procedura, kemi pritur për ta dhënë përfaqësues të prokurorisë, të cilët thonin që janë në Tiranë, ose kuptoj pse ishin në Tiranë, aq më tepër që për ta dhënë nga Tirana deri në Maçellar duhet maksimumi 1 orë, u dësht për ta dhënë pas 4 orësh, sepse në njërin nga mjetet ishte Agron Malaj dhe u detyrua për të ikur. Dhe nëse ju kujtohet, kur unë po thonja që ka qenë Agron Malaj, pas 2 orësh Agron Malaj ka dalur nga burreli dhe dilte live për treguar që ishte në burrel, sepse u përdor zyra e Partisë Socialiste për të fshehur dhe pastaj për të ndihmuar nga policia dhe për shkuar për të fshehur gjurmë. Për të krijuar dhe alibin.